zbërthejmë problemet që i ka Shqiptaria, duhet nisur nga ajo që Shqiptaria është e defaktorizuar në një farë mënyre, është mos e pa përfillshme për institucionet ndërkombëtare. Dhe aq më shumë, gjithnjë Shqiptaria bëhet edhe si në monedhë për t'i qetësuar të tjerët. Për shembull në Ballkan, nëse je i lik, siç është Serbia, juve ju bën lëshime, por nëse ju jeni defaktorizuar, i dobët, si që jemi ne shqiptarët, atër ju jeni mos përfillës edhe ju mund të dënoheni, mund hiqen masat, vihen masat, nuk merret vesh as kur janë vënë, pse janë vënë, as kur janë ek, pse janë ek. Pse vjen kjo? Nëse më lejoni pak më, se duhet ndonjëherë gjëra. Unë mendoj se ne shqiptarët e kemi problemin e vllazërisë së ndarë në 5 shtëpi. Ne jetojmë në 5 shtëpi. Në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni, në Mallzi edhe në Serbi. Edhe thuaj se nuk mjafton kjo, po ne nuk merremi vesh mes vete edhe t'i thom botës edhe vetvetes se ka disa gjëra që janë të përbashkëta, që duhet të funksionojmë bashkë shqiptarçe, jo të copëzuar. Se ne mund të jetojmë në 5 shtëpi të ndara, por ne kemi një kopsht të përbashkët, si që është gjuha, kultura, dhe kur na prek aty ndonjëri, duhet t'i çojmë një sinjal edhe Europës, edhe gjithëve, se kur na prekni aty, ne do funksionojmë mbar shqiptarçe, jo si shqiptari i Shqipërisë. Po kjo nuk do dhe kundërta. Ju e keni Shqipërinë në dorën e një njeriu i cili kur shkon te Erdogani citon Kur'anin, kur shkon në Izrael shpallet jahudi, kur shkon te Vučići shpallet prift ortodoks, do me tha një njeri të maskuar në njeri që nuk ka as din e iman, alen e ma shqiptari. Edhe normalisht, ju kur e keni vllaun më të madh të këtill, ju jeni të pa përfillshëm për të tjerët. Kur e keni ju me vllaun e madh që funksionon si mësisë enveriste, që unë sajrë që kam probleme ndërkombëtarët, do bëhem vlla me Vučićin edhe do i tegoj që unë punoj për stabilitetin e... Mirë po duke mos bajtë llogarisë çfarë sjell shqiptarisë. Ju kur i keni shqiptarët e Maqedonisë, janë shqiptarë derisa bën ministra, ju normalisht që keni probleme. Ju kur e keni një Kosovë, për shembull, që kryeministri vjen atje edhe përkrav vlenin, por nuk e pyet atë që e merr vlenin në porosi, se ç'a ndodh me gjuhën shqipe. Si u bë kjo punë që edhe 20 vite pas nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit, ne diskutojmë për gjuhën shqipe, është zyrtare as është zyrtare. Edhe në këtë situatë, normalisht që Kosova e ka keq. Është keq, sepse i japim ne mundësi diplomacisë serbe që të punojë, që jetë e frytshme. Edhe krizat po i prodhojmë edhe vetë. Pashini, po unë thash ne i prodhojmë vetë, ne i japim hapësirë diplomacisë serbe që të punoj edhe që të vi këtu ta imponon edhe ligjin e për të huaj ta shtysh edhe për një vit. Gjithë ati mundson. Sepse thash shqiptarët janë të papërfillshëm. Alçoj pe Albin Kurti tek ligji dhe masat që